Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Fokus. Kam sot një të ftuar tepër të veçantë me një karrierë të pasur letrare dhe studimore, por edhe i angazhuar në politikën e ditës dhe në mendimin publik. Kam nderin të ftoj Agim Baçin. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se jeni. Agim, e thash që jeni aktiv në mendimin publik veç të tjerash, që do thot edhe i angazhuar me aktualitetin. Si a dilni? Shiko, për 30 vjetësh jam media dhe jam mësuar, domethënë ta kem reagimin instinkt, kështu që besoj se kur shikoj diçka, kur lexoj, kur ndodh një ngjarje, kur jam diku, edhe kur udhtoj, domethënë instinkti im është shkruaj apo të them gjërat që më vinë në mendje. Kështu që më është bërë, si të themi, le ta themi ves. E ndjek në fakt politikën e ditës? Padyshim e ndjek edhe sepse e kam profesion, domethënë të punosh në media dhe mos ta ndjekësh politikën e ditës është diçka që do të thotë që si mos më shkon punë, domethënë pra ajo që bëjmë ne është të ndjekësh politikën e ditës është thjesht punë, thjesht gjithkohon në ndjekje të asaj që është profesion. Po. Dhe sigurisht më lind pyetja meqense përmendët median. Media dhe politika gjithmonë kanë qenë po them në dhënje dhe marrje, por edhe antipodi njëra tjetrës, oponencë njëra tjetrës. Ku shkonte njëra nuk shkonte tjetra dhe kështu ka qenë një kalvar, po them. Si e ke parë, po them, sepse ke qenë dhe brenda politikës në të njëjtën kohë. Nuk e di në çfarë viti, por keni qenë kandidat. 3 vjet më parë. 3 vjet më parë keni qenë kandidat për deputet për Parlamentin e Shqipërisë. Si keni parë këtë lloj marrëdhënie e cila thash më shumë tërhiqet se sa bashkohet? Shiko, ka qenë dikur, domethënë kaq larg, sot është e vështirë të thuhet se ku mbaron politika dhe ku fillon media dhe ku mbaron media dhe ku fillon politika. Po thuaj se janë bërë njësh, domethënë, për shkak se politika është e lidhur shumë ngushtë me perceptimin publik dhe perceptimi publik ajo që e rrezaton ose që e përcjell është media. Kështu që ka qenë shumë e lidhur, edhe unë nuk është për shkak se jam angazhuar thjesht në politikë se më ka shtyr media. Duke qenë se kam shkruar, kam folur, kam dhënë ide, edhe në momentin që ti beson që është një moment politik që duhet hysh, duhet i thush gjërat, ose është personi i duhur që të fton për të thënë gjërat, atëherë nëse ke folur publikisht për ndryshim, ke dhënë ide, atëherë duhet shkosh dhe ti praktikosh ata. Domethënë, kështu që nuk mund të thoja që unë flas për politikë, po nuk dua ta bëj atë. Domethënë, ka qenë një provë e rëndësishme për mua për të njohur ndoshta në thelb deri në fund fare atë çka është politike dhe nuk kam menduar që hyra, kam njohur një dimension tjetër, një realitet tjetër. Kam rinjohur njerëz cilët i njeh që në fëmijëri dhe kuptova që interesat e tyre politike i bën që mos të jenë më të njëjtët ose fjala shok në jashtë politikës nuk është e njëjta brenda politikës, domethënë pra ishte një lloj leksioni dhe unë po thua që je ndjer i tradhtuar. Në farë mënyrë? Jo, do ishte gabimi im nëse nuk e mendoja këtë gjë, por mund të kem pas befasira nga njerëz që nuk e mendoja që interesi do t'i çonte larg meje ose për shembull do t'i bënte që të shmangeshin, por më thënë kjo është ajo ana njerëzore që duhet ta njohësh deri në fund për të kuptuar që njeriu vërtet njihet atëherë kur ka diçka në dorë për të thënë ose kur ka për të marrë vendime apo ndoshta ajo marrëdhënia drejt për drejt. Atëherë ti kupton realisht se sa i vërtet është njeriu përballë. Kështu që nuk jam mora si një lloj leksioni, si një lloj stacioni që më duhen në jetë dhe ndoshta mund të jetë një pjesë e mirë e asaj që kam ndërmend të shkruaj, por jo të marr kështu thjesht personazhe se më kanë mbetur në mendje për shembull një person apo dy apo tre atje në vendin time, por çështja është që për të kuptuar atë anën njerëzore se si interesat mund ta shndrojnë një person në një kret tjetër nga ajo që ke njohur deri aty. Lazgushi thoshte profet në vendin tonë s'bëhesh dot. Kur, kështu që mos u të zhgënjej kjo pjesë. Jo, e kishte, domethënë e kanë thënë, prif dhe hoxh është vështirë të bëhesh në fshatin tënd. Është shumë vështirë, domethënë të ndryshosh një lloj realiteti, por kjo nuk do të thotë që ne duhet të ndalemi. Pra, të ndalemi meqense kjo është e pamundur. Unë mendoj që ne duhet të tregojmë secilës anë i përkasim. Pra, mund mos ta ndryshosh atë që ndodh, por njerëzore është tregosh gjithmonë se cilit krahti i përket. Dhe nëse ke thënë, ke folur për tjerët, i ke thënë se si ta bëjnë,
Atëherë kur vjen rradha aty nuk mund të shmangesh, por do të kërkosh dhe ta tregosh domethënë se si mund të bësh diçka. Domethënë kjo ka qenë ajo që më ka shtyrë të them po, një gjë që edhe pse e dija kisha bindje, por e vërtetova atje që isha shumë larg atij realiteti që prodhon politika fatkeqësisht në Shqipëri. Pyetjen e radhës këtu do ta kap tek fundi i përgjigjes suaj. Okej, është një publik që vihet përballë atij që duhet të zgjedh dhe në rastin konkret shumë mirë që thatë u zbuluan ata çfarë ishte underground doli në sipërfaqe dhe të zhgënjeu. Por nga ana tjetër, nuk mendon Agim që formatet e politikës janë disa kallëpe që nuk urrin mirë njerëzve që kanë ndërgjegje të lartë në kuptimin njerëzor. Unë shikoj tek Agimi një gjë shumë njerëzore, domethënë përtej asaj që mund ta manipuloj, po e them kështu, politika. Nuk mendon që mund të kesh pasur dhe ti këtë barë, po them këtë barë që e kanë pjesa më e madhe njerëzve që janë intelektual të mëdhenj, por nuk përfshihen dot. Shiko, unë mendoj që intelektual do të thotë të angazhohesh të ush vërtetën. Jo të kesh 2 diploma, 3 gjuhë tuaja, domethënë 7 libra. Intelektuali për mua është ai që kalon interesin e vet. Shiko, në realitet atje, domethënë, se përdoret fjalën zhgënjim, nuk do ta përmblidha dot shumë, më shumë do të thoja provoj. Edhe jam rikthyer asaj që lotësia sidomos ma ka dhënë shumë afër me edhe shumë më kujtohesh në një moment Marxit që thoshte që ke drejt të japësh mend atij tjetrit nëse e nxjerr atë nga balta. Dhe unë nuk mund të thoja atyre që jetonin si mua, sepse unë prap do isha në Tiranë, duke punuar në punën time ku kam atë lloj rrjedhë time, dhe ndërkohë ata do t'i lija prap atje ku ishin dhe do të ndërtonin atë përditshmërinë e vet. Dhe përderisa ti nuk e nxjerr dot nga ajo rrjedhë atje, do të thënë, do t'i japësh një ide që ai nuk e bart dot. Për shembull, prap më kujtohet kjo gjë që thoya që për të ruajtur shumë disa njerëz të mos i ushqe kurr ëndrat mëdha njerëzve të vegjël, të cilët kanë atë përditshmërinë e vogël të vetën dhe ti mund t'i thosh një ëndër që më shumë mund ta fusin në një rrjedhë zhgënjimi që mund t'i prish punë. Kështu që u përballëm me një realitet që kuptova që ajo që kërkoja unë, ajo që përballesha unë, ajo që mund flisja unë, ajo liria që kisha unë, nuk ishte një lloj dhe atje. Domethënë dhe po t'i thoja atyre që ishin të lirë sa unë, ta përdorin lirinë si unë, të flisin si unë. Domethënë shumica atyre do ngrinin supë dhe do thonin, "Okej, ti e ke këtë, domethënë e ke krijuar këtë lloj lirie, mund të thuash gjërat, s'ka penguar të vazhdosh punën, po ti themi ne nesër me që nga puna." Domethënë kjo më trishton më shumë se sa jo vota e tyre, nuk më shqetësoj fare. Domethënë unë në kundërshtim madje edhe me PD-n atë kohë dola dhe I thoja që kush shet votën, shet të ardhmen, shet familjen, shet gruan, ndërkohë që ishte ideja që nuk duhet flisim për këtë lloj gjuhe, mos më largu njerëz të cilët mund të kishin nevoja të ndryshme, por unë kam pas bindje dhe e kam bindje që për mua të bli edhe një votë vetme për mua, domethënë nuk kishte kuptim, sepse do më rrezonte atë që kisha thënë këtu. E dyta, unë e njoh atë zën shumë mirë, domethënë unë jam I lidhur, shkoj prap, kam shtëpinë atje, domethënë dhe por isha shumë I qartë kur I thash në fillim fare, nuk më duat një mandat me të njerëz të fortë. Nuk e dua. Nuk mund të jem rob I askujt. Domethënë nuk ka kuptim të më zgjedhin 2-3 le ta themi gangstera, siç thuhet në përditshmëri, dhe ç'ka kuptim ka pastaj mendimet e mia nëse ma kanë dhënë mandatin e deputetit ata. Cili jam unë pastaj? Ç'a kuptimi ka për mua? Jo, pastaj je I shitur. Shiko, po të shikojmë, domethënë unë kisha precedentin, domethënë Jurgis Çybja, deputeti që sot është I tërhequr, është djali I lagjës time, është e njoh që fëmijë, domethënë pra as më shkonte mendja që mund me ato që dëgjoj sot që ishte një njeri I përdorur në këtë lloj pike. Dhe unë s'kisha nevojë fare më shku në fakt në sistemin për të më zgjedhur dikush nga këta të fortët, ato që ashtu quhen fort në çdo zonë, për të kuptuar se mund të jesh rob I dikujt. Por kur dalin këta, domethënë të japin një goditje më të madhe, të kuptojnë atë realitetin që unë për cilin po të flisja, domethënë pra, është një realitet këtë tjetër dhe kur dëgjon këto përgjime, këto gjëra se si mund të kenë luajtur të fortë, çfarë presioni mund të ketë pasur gangsterë dhe një person që as më shkonte mendja në botë që mund të ishte I tillë domethënë me këtë lloj lidhje, kupton, I kam thënë vetes bravo domethënë që këmbgule që mos ishe asnjëherë pjesë e kësaj gjëje dhe mos ushe në tavolinë dhe mos I kërkoja asnjë votë atyre. Dhe më lind një pyetje tjetër Agim.
Jemi ne shoqëri e heshtur? Shiko, nuk kemi një kulturë të madhe, po kjo vjen edhe për shkak të një trashëgimie të hershme, domethënë ku nuk kam marr pjesë, nuk ke një lloj përgjegjësie në raport me lirinë, me fuqinë e lirisë. Ka një gabim kur thuhet që për shembull që në momentet kur ka padrejtësi, ku ka varfëri, njerëzit reagojnë. Në fakt e kundërta ndodh. Njerëzit mpihen. Në momentin që ndodh një varfëri e madhe apo ka një presion, njerëzit nuk humbin shansin për të reaguar. Reagojnë njerëzit e lirë. Edhe gjithmonë më kujtohet parashikimi i jashtëzakonshëm i Dostojevskit tek Vlezit Karamazov kur inkvizitori dallon Jezu Krishtin në turmë edhe e burgos dhe i thotë që po i ngarkojnë njerëzit thotë me një fuqi të madhe, me lirinë thotë, nuk janë të përgatitur, nuk e bajnë dot. Po sepse ndonjëherë edhe me lirinë s'di çfarë të bësh. Liria është përgjegjësi, prandaj njerëzit e kanë vështirë. Liria është një përgjegjësi shumë e madhe. Në liri ti duhet vendosesh vetë, dhe njerëzit shpesh herë janë pa përgatitur të vendosin vetë. Dhe justifikohen duke menduar që s'kisha gjë në dorë, po, sepse e kishin tjerët. S'janë të përgatitur të vendosin vetë, janë mësuar të udhëhiqen edhe të futur. E kanë për të justifikuar vetveten. E kanë për të justifikuar vetveten kur të thonë në fund fare unë nuk munda se nuk më lan. Domethënë pra duan që edhe mos ta bëjnë atë gjë se kanë frikë, po edhe të justifikohen që në momentin e dur kur i kërkohet llogari thonë që unë desha po nuk më lan, nuk munda, nuk pra domethënë është një lloj instinkti njerëzor për të vetë mbrojtur domethënë atë guaskën në vetë dhe harrojmë që problemet e fqinjit mund të jenë nesër problemet tona. Kështu ka ndodhur jetë e madhe në historinë njerëzore. Domethënë kur kemi heshtur, nuk është se kemi shpëtuar. Po, ju thatë pak më parë që intelektualët duhet të jenë të zëshëm dhe në fakt kështu është sepse zakonisht në kauza të mëdha mendimi publik ka qenë mendimi elitar intelektual, ai që i ka dhënë drejtim ngjarjes. Por në fakt duket sikur ka ndodhur, nuk e di çfarë regres mund ta quaj apo çfarë procesi mund ta quajmë që intelektualët ndoshta dhe të zhgënjyer, ndoshta dhe të manipuluar nga ky trendi i tranzicionit modern, gati se janë tërhequr fare nga mendimi publik, nuk marrin pjesë, nuk angazhohen fare dhe kam parasysh tash dua të ta bëj këtë pyetje sepse besoj që je i duri të pyes. Kam parasysh dikur në fillim viteve 90 cilësia e brendshme e parlamentit ishte elitare. Flas për emra intelektualesh të mëdhenj. Sot nuk ndodh kjo sipas meje. Jemi gënjur të dy, nuk ka qenë ashtu. Po të kishte qenë ashtu, domethënë kam pasur diploma, po kam pasur kulturën e tundjes kokës, sepse prandaj jemi këtu sot. Lejuan që të vinte kjo ditë. Kështu që kam përgjegjësinë e madhe, mos të anashkalojmë. Shiko, përgjegjësia për të qenë intelektual, për të mendimin tënd është një gjë shumë e fortë. Fatkeqësisht ne jemi këtu për shkak se institucionet akademike, institucionet e mendimit, ata të cilët duhet të flasin, nuk e kanë thënë këtë gjë. Dhe politika ka luajtur me dekurajimin, sepse politika nuk e intereson të ketë njerëz që thonë mendimin e vet, sepse ndryshe i prish punë. Zakonisht po të shikojmë pse tendoset kaq shumë debati politik, pse shkon në ekstreme, pse gjuha zbret poshtë në regresin e vet, domethënë duke përdorur një regjistër shumë të ulët të komunikimit. Pikërisht për të larguar ato që din të mendojnë, për të dekurajuar ata të jenë pjesë e debatit publik, për të dekurajuar ata që për të dhënë mendimin e vet. Por pavarësisht kësaj përpjekje që kanë, sepse çdo njërin prej tyre i prish punë një njerëz që di, që thot mendimin e vet, që thot vërtetën, që i kërkon llogari, që di ç'është llogaridhënia, sepse demokracia nuk është një status që ti e fiton me ligj. Demokracinë e marrin ata që mendojnë në mënyrë demokratike, ligjin e ruajnë ata që dinë ta kuptojnë ligjin, jo thjesht ligji u bë i mirë dhe mendon se zbatohet. Domethënë e mendojnë ata që e zbatojnë në mënyrë të tillë, domethënë pra në përgjegjësinë e madhe çdo të demokraci. Dhe këtu politika sidomos në vitet e fundit është munduar ti dekurajojë njerëzit që mendojnë, ti largoj, ti mos jem pjesë e forumit, mos jem pjesë e debatit, mos jem pjesë e dhënies mendimit. Dhe jemi këtu në këtë pikë që ndihen të përjashtuar. Po ata vetë çfarë kanë bërë për të qenë pjesë e kësaj? E kanë thënë zërin, askush nuk mund të justifikohet me idenë që s'kisha ku ta thoja. Kanë mundësi ku ta thënë, po mjafton të shikojmë sot që është e mundur edhe me rrjetet sociale, domethënë, të thuash mendimin tënd, të kesh hapësirën tënde, por fatkeqësisht zgjedhin heshtjen dhe kjo është pasojë e heshtjes, domethënë dhe
siç kanë thënë gjithë filozofët që e keqja e një vendi nuk vjen nga bullanet që flasin, më nga të mençur që është. Po, por e kisha më konkretisht në përbërjen e parlamentit. Pra, ta thash, pra, duket kemi pasur profesorët e diktaturës. Ata vinë nga një kulturë tjetër, që ishte kultura e bindjes. Po mirë, jo po kulturë e sot guximit. si e shikon, çfarë niveli kanë sot deputetët tanë? Janë pasqyrë asaj që lejuan të parat e vet, domethënë. Po thua që ka reminiscencë deri këtu? Po padyshim. Shiko, kur më thua një moment kur Akademia e Shkencave, institucionet e mendimit kanë reaguar ndaj gjuhës që i përdor kuvendi, ndaj refuzimit që i bën mendimit, ndaj anashkalimit që i bën dijes. Më thua një moment. Kur kanë reaguar institucionet akademike, fakultetet, institucionet e mendimit, kur janë drejtuar kuvendit të përmirësojë gjuhën, të përmirësojë mënyrën të menduarit. Ke dëgjuar gjë? Në fakt duhet ketë me të vërtetë reagim, sidomos për fjalorin, një zhargon. Atëherë për çfarë po flasim, domethënë, po pse duhet për zhargonin? Se gjuha prodhon mendim. Nëse gjuha është banale, do prodhoj mendim banal. Nëse do të helmosh mendimet, helmo gjuhën. Nëse ke helmu gjuhën, ke helmu mendimet. Dhe prandaj thash, pra, në koncepti i zbritjes së regjistrit të komunikimit ka të bëjë me dekurajimin e njerëzve. Problemi i atyre që janë sot përgjegjës për këtë punë është që nuk mund të binin prej këtij dekurajimi. Duhet të kishin gjetur përgjegjësinë e madhe, duhet të kishin gjetur guximin të thonin këto gjëra. Nëse një akademik, një profesor, një njeri që bën pjesë në elitën e mendimit, ka frikë ta thotë të. T'ia kërkojmë pastaj atit që merret me tokën e vet, jo se s'ka përgjegjësi ai, po. T'ia kërkojmë atit parat, t'ia kërkojmë atit që ngrihet në orën 6 mëngjesit shkon në fabrikë, t'ia kërkojmë atit që merret gjithë ditën me punët dhe tjetë ai ta japi mendimin, ndërkohë që këto që paguhen për këtë gjë mos flasin. Kështu që duhet jemi të ndershëm. Fillimisht duhet i kërkojmë atyre të cilët marrin paguhen për këtë punë. Po. Agim, është folur disa herë listat e hapura, listat e mbyllura, dhe në fakt është një debat që vazhdon të zjej sot e kësaj dite. Si mendon, do të ishte më mirë ballafaqimi i secilit personazh të politikës vetë me elektoratin? Shiko, koha ka vërtetuar që formati më i mirë i zgjedhjes ka qenë 100+40. Pra, 100 drejt për drejt, domethënë, dhe 40 me listë. 40 me përmes korrektimit, pra që vullneti i popullit të korrektohej përmes këtij modeli. Fillimisht do thoya një herë që nuk kemi nevojë as për 140 deputet, se 140 deputet kanë qenë kur ishim 3 milion banor. Tani, duke qenë se nuk jemi më aq, edhe me Instat, si jemi më aq? I bie po normal që si jemi më aq në Shqipëri, pse ku e bazojmë ta, domethënë që do të kemi 140 deputet, do të kishim më pak. Madje të paguanim ndoshta edhe më shumë, do t'i kërkonim llogari, sepse a bëjmë listë bashkë dhe t'ishe bindur që në fund fare as unë as ti nuk e njohim gjysmën e parlamentit. Edhe pse unë merrem për ditë me ta. As disa ministra, në fakt. Kjo është pastaj problem tjetër, sepse ka të bëjë me raportin anonim që zgjedhin sot liderët. Dikur mbaj mend se nuk është se kemi qenë më shumë të lidhur me politikën, madje fare të rinj, po ama ministrin e mbani mend çfarë fliste. Po nuk flet më njëri. Ishte një kronologji që ja ndiqnim, sot s'njohim më. Sepse kjo lloj politike, ky lloj kodicitor ka bërë mbret kryetarët e partive dhe kanë ata që zgjidhen përmes urdhit të kryetarit nuk kanë më identitet, ose kanë shumë pak identitet, ose nuk janë më njerëz që preferojnë të komunikojnë me publikun, komunikojnë vetëm me kryetarët. Prandaj do të kishim zgjedhur një model tjetër dhe një model ku gjithmonë partitë, domethënë, duhet të jenë më të mëdhenj se kryetari. Duhet ta zgjedhin ata të cilët janë në forume. Nëse ata duhet të turkasin vetëm kryetarin, nëse tunin kokën vetëm kur flet kryetari, nëse qeshin vetëm kur flet kryetari, apo kryeministri, apo kryetari i kuvendit, atëherë nuk kemi të bëjmë me individ, kemi të bëjmë thjesht me numra. Si e shikon lirimin e Berishës? Mendoj që në një fushat, domethënë, është normale që drejtohet nga kreu, aq më tepër nga varësia që kanë forcat politike në kreu. Në konceptin juridik është gjë banale, në konceptin politik Berisha ka drejt në zotë ta quajë si fitore, por ajo që na trishton shumë është që qoftë nga mazhoranca, qoftë nga opozita, palët po thonë që duhet shkojmë vetëm drejt votimit të popullit.
Atëherë nëse është kështu, domethënë as opozita nuk ka pse ankohet se nuk e thohet Edi Rama, sepse edhe ata e voton populli, siç thot për Berishën që duhet ta votoj populli. Ne duhet të kuptojmë që demokracia nuk është thjesht një votim një herë në 4 vjet. Është koncepti i një verifikimi të ligjshmërisë së kujdo që i ka shërbyer këtij vendi dhe politikanët duhet të tregojnë të parat që janë zbatues të ligjit, që janë ata që i përgjigjen ligjit, që janë ata që shkojnë atje. Se nëse ata refuzojnë, çfarë i bie që të bëjnë qytetarët? Nëse ata të cilët bëjnë ligjet, bëjnë që të zbatohen, i thonë qytetarëve që ne u shërbejmë juve, e duam qeverinë për ju, e duam zbatimin e ligjit për ju, nuk do të lejojmë askënd vjedh. Në momentin që akuzohen vet, bëjnë gjithçka, domethënë për të kundërshtuar. Kemi Berishën që refuzon, Metën që refuzon. Po të lexojmë tje letrën e kryeministit Rama, domethënë që i drejtohet zotit Bardhi që kërkon interpelancë. Ajo është një model krejt tjetër që ku e ke parti që në kushtetut që kryeministi duhet shkojnë nëse i zgjidhet një problem nga drejtësia, siç i thoshte zotit Bardhi që tetohet një herë akuza jote, pastaj vi unë bëj. O duhet të kuptojnë që llogaritën jashtë me popullin. Kur ke kërkuar vot, nuk e thënë që po më bë kjo do jap llogari ose po më bë kjo tjetër do jap llogari. Pra duhet të kuptojmë që përgjegjësia e madhe e politikës është tek llogaridhënia. Fatkeqësisht, në këto 30 vite kemi humbur sensin e mbajtjes përgjegjësi dhe dhënies llogari, që janë dy shinat me të cilat mbahet demokracia. Mua më pëlqen diskursi juaj edhe për arsye sepse shpalos idenë e një modeli në politikë dhe kjo është shumë më mirë për sidomos për brezat e rinj. Por më lind natyrshëm pyetja, Partia Demokratike, meqense jemi këtu tek Berisha, ka sigurisht emra të cilët mund ta drejtonin dhe mund të ktheheshin në lider. Nuk mendoni që është një kohë e shkuar Berisha? Shiko, flasim gjithmonë për modelin politik, meqense më ngacmuat ju me përgjigjen tuaj. Politika nuk është si futbolli, për shembull që ka një moshë që mund të dalësh në pension, por politika është përgjegjësi morale dhe është perceptim publik. Dhe në momentin që dikush si Berisha, për shembull, që ta zëm se ja kanë bërë kurth kundërshtarët politik, gjithë dosjen e gjitha këto të tjera. Por të mos futur forcën e tij politike në këtë kurth, duhet të kisha hapur rrugën, do të kisha propozuar një emër krejt tjetër që do të drejtonte fushatën elektorale, do të ishte një kandidat për kryeministër. Dhe mendoj që kjo do të jetë me këtë do, domethënë sepse prandaj politika është që ti dikush që ngarkohet me përgjegjësi, ti lë rrugën e lirë një tjetri që nuk mban këtë lloj të shkuare, nuk mban përgjegjësi për këtë lloj të shkuare, nuk përgjigjet për të shkuarën. Dhe nuk është për shkakun se byfjala u plak Merkelin në Gjermani, por vjen një kohë që duhet hapi rrugën e zgjedhjeve tjera, humi zgjedhjet dhe iku. Kështu ndodh në gjithë botën që ti të rinovosh dhe forca politike që vijnë. Është filozofia e mendimit të ri. Nuk është dhe ndoshta edhe publiku, elektorati do ta lexojë si të tillë. Nuk është thjesht një mendim i ri, është ka të bëjë me mbajtjen përgjegjësi për kohën tënde, domethënë, nëse ndaj teje ka akuza, nëse ndaj grupit tënd ka akuza, nëse ti bart, domethënë këtë lloj të shkuare, duhet që forca jote politike mos të mbajë këtë ngarkesë tënde, mos të ketë pjesë e kësaj. Dhe përveç se ke kohën e cila duket si një kohë e shkuar, edhe po të shikojmë dhe ligjërimin e zotit Berisha, domethënë është prapë një ligjërim që i shkon në 2005 apo dhe më tutje. Por ajo që më shqetëson është që ideja që mbajtja peng përmes duke e kthyer në çështje individuale. Shiko, opozita nuk është instrument individual, nuk është instrument në dorën e kryetarit. Opozita është një instrument i shoqërisë për të përmirësuar qeverisjen. Dhe këtë do të kuptoj çdo opozitë, domethënë që është instrument në dorë të shoqërisë për të përmirësuar qeverisjen. Dhe ky është ai hendeku që a e ka kthyer sot, është kthyer sot Partia Demokratike instrument i popullit për të përmirësuar qeverisjen? Dhe ky është problemi, që ky është hendeku i pasgjidhur, domethënë midis vetë Berishës, vetë grupit që e mbështet dhe atyre që e votojnë. Do më japësh një emër, Agim, cili sipas jush gjithmonë mund të ishte njeriu më i përshtatshëm për ta drejtuar PD-n në veçantë, por edhe opozitën, siç a thatë. Dhe pse? Ka një arsye që mund të çojë tek një emër? Sepse ka pasur zhgënjime opozita në përgjithësi me liderët. Qeverisja vjen vetë se të vinë njerëzit. Edhe duket sikur je
padyshim më i mençur në qeveri, kush bëhet kryeministër, duket sikur është më i mençur se kreu opozitës që duhet të prodhojë alternativa për të mundur kryeministrin. Nuk është kaq kollaj, domethënë. Unë di që ajo filozofia është për të pasurit. Kur është më i pasur, duket më i mençur. Kjo vlen sidomos në pushtet. Edhe mendoj që Partia Demokratike është më e madhe se Berisha. Por do të ishte një garë e fortë, një garë e hapur, një garë e cila duhet ishte lejuar që të spikasnin njerëzit se për shembull si mund t'japim sot një emër kur ne nuk e dim se çfarë mendimesh kanë ata. Kemi dëgjuar ndonjë platformë debati? Ka ndonjë garë? Ka vetëm devotshmëri. Devotshmëria nuk është garë. Në devotshmëri, unë tregoj që ata janë në mbijetesë politike, po jo leadership. Ka shumë njerëz cilët janë taftë japin mend kur nuk janë të zgjedhur në krye, po kur zgjidhen krye kanë më pak aftësi të drejtojnë në grup. Ka qenë një shprehje një politikani që thoshte ka shumë njerëz që janë njësh për të qenë dysh. Po, në fakt shumë e vërtet kjo. Pra, janë në mbështetje, po jo leadership. Por s'mund të udhëheqin. Është përfolur, të paktën po flas, nuk e di sa e keni dëgjuar dhe ju këtë është përfolur Grida Duma që mund ta udhëhiqte Partinë Demokratike dhe një, s'po them figurë e re politik, po një zonjë. Mund ta bënte. Është fol Marina, domethënë Bregu, është fol Grida Duma, është fol Tabaku, janë folur njerëz, domethënë po duket sikur po shkojmë tek gratë tani që t'i japim një lloj drejtimi tjetër që mos mbetem pengi i imitimit të Berishës, po nuk e di sa e bëjnë dhe këta. Domethënë Grida do kishte një dimension krejt tjetër dhe është një potencial politik. I takon asaj nëse do të vendosë të rikthehet apo jo. Po. E lëm pas politikën? Me kënaqësi. Dhe kthehemi pak tek letërsia. Jeni një ndër studiuesit e rinj, po e quaj unë kështu, por që në mënyrë permanente e keni mbështetur letërsinë në të gjitha dimensionet e saj. Dhe kur them mbështetur, kam parasysh që në Shqipëri dhe në të gjitha vendet shqipfolce mungon kritika letrare si institucion dhe ato pak iniciativa janë krejtësisht individuale dhe ju e bëni këtë pa ju a kërkuar kush, pa ju detyruar kush, pra jepni një përvojë tjetër të re dhe të bukur në fushën e letrave. Do të flasësh pak për këtë çështje dhe pastaj konkretizojmë për emrat veçantë. Melin, nuk e kisha menduar ndonjëherë, domethënë që do të përfundoja në kritikë letrare. Ka qenë thjesht një instinkt i imi, domethënë që unë kam gjithmonë kur kam lexuar kam mbajtur shënime. Edhe ajo ka ardhur si një lloj përvoje vetë, por unë them cilat janë librat që unë mund të kritikoj në konceptin negativ, do të thotë që ti kundërshtoj, janë vetëm 4 lloje librash që kam parimin pse e bëj. Për shembull, unë mund të kritikoj libra që s'm pëlqejnë nëse ata kanë fituar një çmim kombëtar, kanë fituar një çmim panajir, kanë fituar janë tekste shkollore, janë tekste shkollore ose janë shitur në mënyrë të madhe, pra kanë një shitje të madhe. Pse kam zgjedhur këto 4 kategori? Për shkak se çmimi vendos një lloj standardi dhe çmimi do të ketë një lloj shpjegimi, domethënë pra, pse është ky libër fitues? Domethënë, a meriton të jetë fitues apo si ka mundësi për shembull ushit kaq shumë? Me pakta duhet të jetë më i mirë se të tjerët e vitit. Si ka mundësi që ushit për shembull kaq shumë ky libri? Pse duhet të jetë tekst shkollore për fëmijët? Domethënë, dhe nëse kam këto 4 kategori, unë edhe kur nuk më kanë pëlqyer kam shkruar. Por libra të tjerë që nuk kanë pëlqyer, nuk kam shkruar sepse shkrimtar, cilët nuk janë shkëlqyer, se nuk po them që nuk bën, po them se për mua kushdo që ulet dhe shkruan tregon dashurinë e tij për letërsinë dhe gjithmonë në çdo vend të botës, në çdo kohë ka patur shkrimtarë cilët nuk kanë shkëlqyer, nuk kanë qenë për lan, nuk kanë lënë shenjë letërsi, por ama janë shumë të rëndësishëm sepse ata mbajnë gjallë leximin, janë njerëz dashamirës për letërsinë, fabulat e tyre mund të shërbejnë për një shkrimtar tjetër, domethënë pra, është një gjë që ka vazhdimsi. Pjesa tjetër pastaj është që për librat në të cilët unë jam dashuruar, domethënë kam shkruar. Kur shkruaj, kam vetëm një synim. Të shkoj drejt një pyetje intime që i bëj vetes, për shembull, pse do ta lexoj dikush tjetër këtë libër? Dhe a mund ta lexoj kështu siç e po e lexoj dhe unë? Dhe këto kanë qenë ata modelet që më kanë bërë të shkruaj. Dhe unë kur shkruaj nuk kam mend të fus
dhe të lodh lexuesin me thënë që në cilën shkollë letrare futet, domethënë cila është teoria letrare që i përket, domethënë dhe edhe ajo që kanë bërë re shpesh herë, domethënë librat kur futen kategorizohen më shumë, domethënë është dëshira e autorit i kategorizojë se mbi fjala ekzistencialist, domethënë për shembull fusin edhe Sartrin dhe Dostojevskij. Dostojevskij është një ortodoks i thekur, për shembull Kierkegaardi prap ka domethënë atë besimin e vet në raportin, pra them që ky lloj bashkimi ndonjëherë është një lloj leximi letrar. Mua më intereson pse duhet lexuar ose pse duhet lexuar kështu. A ka arsye pse duhet lexuar një libër kështu dhe kur i bëj këtë pyetje vetes, domethënë e shkruaj shkrimin, domethënë dhe e sjell për çdo libër që mua më ka pëlqyer dhe unë vazhdoj të shkruaj në mënyrë domethënë të shtyr nga librat që lexoj. Me thënë drejtën, domethënë në fillim fare kisha një lloj kështu më hapiste kjo euforia e njerëzve që pse flet për këtë dhe jo për këtë, pse është kështu, domethënë dhe po pastaj nuk më bënë nuk më bëri përshtypje se kuptova që debati për letësinë ka qenë jetë e madhe do jetë. Unë kur lexoj, domethënë dhe kur shkruaj, kam parasysh një thënie të një shkrimtari që më pëlqen, Danilo Kish, një hebrej që ka jetuar në Beograd, domethënë që ka tregime interesante, por ka një shprehje shumë interesante, thotë që lexues të mirë ka më pak se shkrimtar të mirë. Dhe një thënie që më ka trembur dhe kam kuptuar këtë në debat, domethënë dhe publikisht her pas here kam kërkuar që fakultetet e lehtësisë kudo që të janë, të përpiqen të bëjnë lexues të mirë, se shkrimtari lind, shkrimtari na jep Zoti vetë në talent, domethënë dhe normal shkolla ka ato të vetën, por ne duhet të përgatisim lexues. Ne kemi nevojë për lexues të mirë. Por është shumë e vështirë, siç thotë Danilo Kish. E di pse është e vështirë. Ne lexojmë ashtu siç mendojmë, ashtu siç jetojmë. Nëse ne nuk kemi menduar në përditshmërinë tonë për jetën, si do mendojmë përballë një leximi? Po, sepse ai lexon ai sa mund të mbaj. Domethënë lexon sipas formës vet, deri ku i shkon. Diapazon. Thotë Erik Fromm, i shkojnë 5 veta në një pyll, një është mobilier, një është druar, një është gjatar, një është roje, një është piktor. Piktori shikon ngjyrat, gjatari lepurin, roja shikon kush mund t'i marrë diçka. Mobilieri ka mendin të druja, atletet ke gjërësia. Pra, 5 veta shkojnë ke njëjti pyll, asnjë nuk shef po njëjtën gjë. Kështu është dhe libri. Varet si futesh atje, varet çfarë shikon, varet, do të thonë, un kam patur rrezikun e leximit si profesionist dhe kjo e bjerrat e rëndësim, por jam munduar që mos shkoj fare në shkollat letrare, se në fund fare lexuesit nuk i intereson, është iluminist, është romantik, është ekzistencialist, është kështu. Thjesht do të di, futet brenda kësaj rrjedhe, do të thonë e bën, arrin që libri ta mbaj vet fort edhe t'i japi një mundësi që të bëj pyetje se për shembull letësia do të ndërtoj pyetje të forta, pyetje për shembull pse ja vlentrojmë, pse ja vlen vdesja, çfarë dashuria, çfarë vdekja, çfarë urrejtja, dhe jep zgjidhje. Shikoj pse është e rëndësishme për shembull për mua. Ua kam thënë studentëve shpesh që pas librave të shenjtë, ajo që kemi mbietuar gjitha kohërave është letësia. A ka njëri nga ne ta mendoj që jemi më të ndjeshëm se Dostojevskij, që s'ka pas as internet, as telefon, as gjë? Se Shakespeare? Bëjmë pyetje më të forta se Shakespeare? Bëjmë pyetje më të forta se Gogoli? Se Balzacu? Se Thomas Mann? Se Philip Roth? Se Kundera? Se Goethe? Naipul? Ti mund të jesh indian, afrikan, aziatik, amerikan latin, do të thënë kemi gjithë to nga, do të thotë që s'duhet të shkruajnë. Jo, e kam fjalën që duhet të shkruajnë, do të thënë të shkruajnë patjetër. E kisha në një sens tjetër që pyetjet e tyre të përbotshme, edhe nuk kanë nevojë, nuk ka problem se janë bërë 500 vjet përpara, 1000 vjet përpara, i ka bërë Homeri. Janë aktuale. Pra, letësia i thot njeriu që ti ke vazhdimsinë, ke lidhje me gjithë botën. Ndjeshmëria ka qenë e përhershme jetë e mot, nuk e ti i pari që po humb, nuk e ti i fundi që do humbësh. Ke lidhje me gjithçka. Dhe prandaj është e mrekullueshme letësia, sepse të lidh me ato që gjërat që ti do ta kishe vështirë të lidhesh, të njiheshe, të kuptoje, të rrije. Domethënë janë personazhe të cilët në jetën e përditshme ti mund mos i takoje kurrë, por letësia ti bën afër. Prandaj e sugjeroj letësinë si një mundësi për të çliruar, për të kuptuar, domethënë marrëdhënien tënde me botën, që mos shkosh lehtë te zhgënjimi, pas, domethënë as mos duket humbja fundi botës, as mos duket fitoria më e botës, po të duken thjesht stacionet ku ti mund të lexosh mirë për veten tënde. Dhe prandaj e kam parë kështu dhe kur shkruaj, gjithmonë kam parasysh çdo gjëra, çdo pyetje të rëndësishme që njeriu duhet t'ia bëj vetes. Domethënë,
Nëse njeriu nuk ndalon një sekondë dhe thotë pse ja vlen trosh, për çfarë porroj? Do thënë, për çfarë ja vlen vdesësh? Për adheun, për dashurinë, për miqt, për ku diun. Pra, duhet të bësh pyetje të tilla që kur të vi momenti për t'ju përgjigjur, mos ngresh supet. Se ne takojmë shumë njerëz që në momentin kur i bëhet një pyetje ngrenë supet. Pse? Nuk kanë menduar kurrë. Kjo është ajo që mua domethënë më shtyn të shkruaj edhe të kem atë vazhdimsinë e librave që më pëlqejnë t'ia sugjeroj të tjerëve. Ke të tjerë të ngjashëm rreth vetes Agim në fushën e kritikës? Shkruhet sot kritik në fakt? Flas gjithmonë nga brezi juaj dhe pak më i ri. Kritika është pasojë. Çka është letësia? Një letësie e mirë do të shtyjë studiuesit të shkruajnë. Kemi studiues letësie që nuk janë kritik. Domethënë pra, mund të kemi studiues që mund të fusin kategorizojnë letësinë në gjithçka, ta analizojnë, ta thonë në shpjegimin gjuhësor, stilistik, të gjitha të tjerat, por kritika është një raport krejt tjetër që mendon që arsyet pse nuk duhet lexuar ose pse duhet lexuar, duhet të mbështesin një teori krejt tjetër që ka të bëjë pikërisht me arsyen pse ja vlentrojmë, pse ja vlendesim. Dhe diçka tjetër, nuk e di, ndoshta duhet ta bëj këtë pyetje, kritik që nuk bëhet kritik. Ndodh shpesh tek ne, mund të klasifikohet dhe si studim, por në fakt disa kritika, po flas gjithmonë jo letërsinë e tranzicionit sa periudhën e tranzicionit. Ata pak që janë marrë dhe kështu siç e thash janë në raste krejtësisht sporadike, e kanë marrë iniciativën për të bërë kritik pa e bërë, domethënë pa e çuar deri në fund si proces kritikën. Unë mendoj që si ti merresh vetëm me botime, do të thotë që për mua duhet të ishin mbështetur botuesit sepse libri është ai që ruan gjuhën, pra kemi një interes kombëtar për të ruajtur gjuhën dhe duhet të kishim një kujdes shumë të madh për të ruajtur gjuhën. Por shpejt botuesë në botë e kanë prestigjin nga redaktorët e mirë, nga kritika. Dhe duhet të kishim marrë redaktorë të mirë. Duhet të mbështesim në redaktorë të mirë, duhet të kishim një politikë sepse ne jemi një vend i vogël dhe gjuha jonë është në rrezik. Dhe letësia duhet të ishim mbështetur në këtë pikë, në konceptin gjuhësor dhe në konceptin redaktorial. Dhe kjo do të shtynte pastaj që kritika ta heqim konceptin e kritikës zyrtare. Pra, ne kemi pasur trashëgimi ku deri në 90-ën shkruaj për çdo libër se partia kishte kritik për këtë gjë. Dhe nga kjo ka ardhur protesta madhe, pse s'ka kritik. Kritika nuk rind kështu. Kritika duhet të vijë si një pasojë krejt tjetër dhe pasojë një letësie që na shtyn në të shkruajmë, një letësie të mirë. Kjo ideja që s'ka kritik në fakt është më tepër një protestë që pse në mblesohen shkrimtarët, pse nuk shkruhet për to, pse nuk përmenden, sepse nuk ka gjë më të keqe për një artist, për një shkrimtar, për një njerëz që merret me letësinë që të shpërfillet, domethënë mos lexohet, mos ta ndjej vetëm diku dhe nga kjo vjen mungesa kritikës, domethënë protesta e kritikës, protesta pse nuk ka kritik, domethënë pse kritikohet kritika themi. Unë kam dëgjuar shpesh, por nuk e di ku ti drejtohem më shumë. Cili institucioni drejtohet pse s'ka kritik? Po mos më nuk di askush mund ta bënte. Se mua më thon për shembull, po unë them nuk kam kritik zyrtar, unë shkruaj për ata të cilët mua më duken interesante dhe unë ta thash kategorinë që mua më shtyn për të shkruar, për keq, ndërkohë që pjesa tjetër është libra që mua më bëjnë për vete dhe unë nuk u shpëtoj dot, se unë për çdo libër mbaj shënim. Domethënë, po ta blloqet që kam në shtëpi, për vite me radhë, unë çdo libër që kam lexuar kam shënime dhe kam një ruaj gjithmonë një parim që me autorët që njoh dhe që u marr librin, kam qef gjithmonë që po mora librin ta lexoj. Nuk shkoj asnjëherë në një promovim që nuk e kam lexuar librin. Domethënë, kur shkoj atje në respekt të autorit, e kam lexuar librin dhe po u ngrita për të flas, por shpeshherë kur kam gjëra që nuk shkojnë ose që nuk pëlqejnë ose kur nuk kam gjitur, mund ta kem un gabim, nuk kam gjitur, ua shpjegoj këtë në mënyrë private, domethënë kontestimet që kam për një libër. Ama po të më rëmbej, domethënë, unë s'kam problem fare, as nuk merrem fare me autorët, as nuk i lajmëroj autorët, unë vetëm kur shkruaj dhe botoj direkt. Fal zotit, kam dhe hapësirën që të shkruaj dhe të botoj. Ka patur një filozofi, mund të ta rrëzosh ti sot, që shkrimtarët e dobët bëheshin kritik. Jo, domethënë, kjo ka qenë dikur në diktaturë që mund bësh kritik përmes, po ata s'kan qenë të dobët, ata s'kan qenë shkrimtar, po s'kan qenë të dobët, ata kur shkruanin, unë kam lexuar, domethënë Adreti Kallullin, Dalan Shaplon, ka patur shumë emra që i mbajmë mend se
i lexoja, domethënë, por ata kanë patur një këndvështrim, partishmëri. Unë mendoj që kritika është një proces këtë tjetër. Nuk është thjesht talent që ti ulesh dhe shkruan. Ti ke përgjegjësinë e konceptit të sugjerimit. Ti po merresh me punën e dikujt, por t'ia sugjeruar disa të tjerëve. Dhe kështu nuk është shumë e thjeshtë. Domethënë unë mendoj që prandaj thash, bazohen tek thënia e Danilo Kishit, lexues të mirë ka më pak se shkrimtar të mirë. Dhe një kritik është jo më shumë edhe as më pak se një lexues shumë i mirë. Dua të përfitoj nga rasti Agim të bëj një pyetje. Letërsia e re, letërsia e vjetër, domethënë janë disa përcaktime që ndoshta nuk shkojnë në letërsi, se letërsia 1 është. Juve e keni ndjekur letërsinë bashkëkohore dhe keni ndjekur dhe autorët e rinj. Gjithmonë edhe në punën time në fokus kanë qenë autorët e rinj, sepse sikur kanë sjell një erë moderniteti, po them, por edhe ide të reja dhe është shumë mirë që ti pranojmë ata të rinj. Dua të veçojmë disa emra, ndoshta bëj mirë ose keq se e thatë juve, mund të harrohet në një emër dhe sigurisht që ngjan keq për atë që dëgjon, por le të veçojmë disa emra edhe për t'i motivuar në një formë. Do të shkëpusit ti disa emra shkrimtarësh të rinj? Nga ata që ke studiuar sigurisht, ose që ke patur student ose... Po, shiko, unë them drejtën kam patur gjatë se kohë, kam lundruar shumë në ato rrjetet sociale për t'i parë ata të cilët nuk i njihja. Don për shembull Ardita Jaturën e kam njohur nga interneti, një poetë interesante. Po, është e re në fakt. Mirë, dakor, po nuk njeh. Po, sepse ka qenë emigrante gjithkohën dhe letërsia shqipe nuk e ka. Kemi këtë Tabakun, që jeton në Suedi, është poetë interesante. Në momentin kur e kam njohur, pothuajse që tërhequr nga libri. Domethënë, debati për të e shtym që të ribotonte libër dhe të afrohej në drek. Dhe kam njohur njerëz, domethënë interesant. Kam njohur të rinj për shembull si Ervin Nezha, Suad Arilla, cilët i lexoj me qef. I lexoj me kënaqësi që më pëlqen shumë të lundroj në gjithë letërsinë, qoftë që bëhet në Prishtinë, qoftë që bëhet në Shkup, dhe unë quaj letërsi shqipe gjithandaj, qoftë që bëhet në Ulqin, kudo që bëhet, lexoj libra që botohen, për shembull, do kur vjen puna, për shembull, do shikosh çfarë të re ka sjell Lea Ypi, që u bë kaq debat i përbotshëm dhe përse domethënë na pa ndryshe, se është dimension tjetër i lexuarit. Vetë për shembull Lea ka menduar një lexues tjetër që me cilën ajo jeton atje në Londër. Po ti e ke lexuar këtu dhe do përballesh me lloje të leximeve të ndryshme. Në unë mendoj që për të shkuar tek debati i letërsisë duhet të kesh disa lloje leximesh. Në fakt, është letërsi romani i lirë i Lea Ypit? Apo është publicistik? Jo, është roman. Është roman. Domethënë i shkruar me bazë patyshim. Është roman me bazë historike, por mirëfilli roman. Po. Ndalemi pak tek Ismail Kadare. Është shkrimtari më i madh i gjitha kohërave? Shiko, po mos flasim për Kadaren, nuk kemi folur për letërsinë shqipe. Duam ne për kontributin që ka, për emrin që ka, për përfaqësinë që ka, për ata që padyshim që do të thënë Ismaili është talent. Pena vallëzon këtë dorë atij. Ka një stil të jashtëzakonshëm. Pastaj blen debati, domethënë debati ka qenë disident apo jo, për mua disidencë te Kadareja ka qenë talenti i Kadares. Në kohën kur ka shkruar, do ishim cinik po t'i thonim pse nuk shkruajte ndryshe. Sepse nuk mund t'i thonim pse nuk shkruajte ndryshe, pse nuk të vra. Por ka shkruar brenda kuadratit, brenda metaforës së pengesës. Pra nuk kemi asnjë libër të Ismail Kadares me një fabul pas vitit 90. Nuk kemi asnjë fabul të Kadares në liri. Kemi vetëm histori, domethënë në të shkuar të largët në mbështetje të asaj që ndërtoi historiografia shqiptare për Shqipërinë. Kemi atë lloj shpjegimi dhe përshkrimi të jetës këtu me nota të jashtëzakonshme. Është një shkrimtar padyshim që i ka dhënë shumë letërsisë shqipe në të gjitha dimensionet, domethënë është talent. Domethënë prozën e tij mund ta lexoj kushdo. Mund të diskutojmë pastaj a është letërsia më e mirë që mund të lexojmë. Nëse kurzojmë për shembull letërsinë shqipe,
mbi fjala, mund të them padyshim që askush nga ne nuk mund të shmangi Ismail Kadaren në debatin që ka ai, domethënë në atë kontributin jashtëzakonshëm, në atë lloj vlera që i ka dhënë letësisë shqipe, gjuhës shqipe, mendimit, përshkrimit, gjitha këto, domethënë janë shumë të rëndësishme për Ismailin. Doja ta mbyllja me nga një pyetje për këta shkrimtarët, po më nxitet të bëj një pyetje. Thatë që nuk ka pasur një fabul të qëndrueshme pas viteve 90. Si mendon, çfarë mund të ketë ndodhur në psikologjinë e shkrimtarit? Ishte një shkrimtar për mua që i gatuar në metaforën e pengesës, në metaforën e mungesës lirisë në diktaturë. Dhe më thënë fabulet e tij në liri nuk duke sikur nuk jetonin. Pra ai ishte në atë në situatën e mohimit të lirisë. Pra ka shkruar në atë kohë. Debate për Ismailin do vazhdoj të ketë. Tani do ketë pafund. Më shumë ka patur kuriozitet të raportin që kujtish, domethënë ai shërbeu sistemit, a kundërshtoi sistemin. Unë mendoj që Kadareja ka qenë dritarja më e madhe me cilën kanë fantazuar shqiptarët, dhe kjo nuk është pak. Deri në vitin 90, përmes Kadares, shqiptarët kanë imagjinuar. Dhe një letësi që t'jep mundësinë të imagjinosh, t'jep mund të hap dritarin të imagjinosh, e ka bërë misionin e vet. Po. Ka shtyr shumë shqiptarë përmes Kadares mendonin këtë kundërtën, edhe pse vetë autori mund mos e kishte menduar kurrë atë cilën lexuesi, por kjo është parashkruar, domethënë ka shumë shkrimtarë që thonë që po ta dinin çfarë thotë lexuesi për librat e tyre, do të çmendeshin, nuk i ka shkuar mendja. Kjo është fuqia e leximit, që shkon përtej autorit. Dhe mendoj që vetë Ismaili është bindur që nuk ka shkruar se disident, as nuk ka qenë disident. Por unë mendoj që talenti, sepse pas nuk e ka thënë gjykund. Shumë vonë ka pranuar që nuk ka qenë disident, por unë mendoj që, domethënë, ka dashur, ka qenë një pjesë e mirë e lexuesve të tij, domethënë që ka dashur ta mbështesë të ide. Lexuesit kanë dashur, më tepër se sa vetë. Sepse kanë imagjinuar përmes tij, dhe unë them që prandaj thash, letësia që krijon imagjinat, letësia që të shtyn të imagjinosh, letësia që të shkruan të ndorosh, letësia që të bën të mendosh, e ka arrit qëllimin. Dhe diçka Agim, ka patur gjithmonë një debat, ndoshta jo publik, por kështu underground, Dritora Golli apo Ismail Kadare. Ndalemi pak tek Dritora Golli edhe sepse pas largimit nga jeta të Kadares doli një video që Agolli gati se e pranoi publikisht që Ismail Kadare qëndronte këtu lart. Padyshim e kam harnuar gjithë. Ato e kanë ditur. Dhe xhelozia mes të dyve ishte, domethënë, në këtë lloj pike që njëri ishte zyrtar i lartë, tjetri ishte një shkrimtar i madh. Dhe më kanë jetuar si fqinj, po kanë jetuar kaq larg, domethënë, sa ne mezi mbajmë mend një takim mes të dyve. Unë munduam pastaj domethënë në fund fare, sidomos pas ikjes drejtorojt, kishim një idenë që s'kan shkuar, por çfarë rëndësie ka kjo i përket kjo. Po dhe u shpreh dhe Kadareja. Në raportin letrar, kjo ka qenë një bashkëkohësi. Kur flasim pastaj për dimensionin, nëse si kanë bashkëpunuar, a kanë bashkëpunuar, a i kanë shërbyer sistemit, a kanë menduar ata, domethënë a janë shtyr, a janë kontrolluar. Kjo është një debat që është jashtë letrar, është i rëndësishëm për ne, por është jashtë letrar. Megjithëse unë i përkas atyre që them që domethënë letësia dhe autori janë një, nuk e ndaj autorin nga letësia. Po. Në fakt jashtë letrar është dhe ajo që thatë që ka qenë zyrtar i lartë, njëri shkrimtar i madh tjetri. Nuk ka qenë shkrimtar, po thoni Dritora Golli? Është shkrimtar në dimensionin tjetër. Për mua do t'i mbeten pak gjëra, do t'i mbeten disa fabula drejtorojt, do t'i mbetet padyshim shkëlqimi dhe rënë e shokut Zylo, për çudi, domethënë, dhe për shkak se është lloji romanit, është lloji romanit i tij që pra është një dimension që ai e ka nisur si me humor, si me jetesë, por është romani vetëm që shkëlqen mbi romanet e tjera për shkak se ka kapur një dimension njerëzor që e kalon sistemin. Po. Servilizmi. Që nuk është se ra sistemi, ra servilizmi, apo ra hipokrizia. Por duke qenë se pikturoi këto gjëra, ai roman mbetet. Keni pasur dëshirën e madhe dhe më duket që ja keni dalë me sukses të bashkëbisedoni me personalitetet të letrave, i keni dërguar letra, keni pasur letërkëmbime dhe mua më duket që keni goditur në shenjë. Melinda, ajo është një bashkëtesë, thashë unë kur lexoj mbaj shënime. Dhe ishte një moment kur mendova që personazhet që kishin jetuar me mua, që kishin ndërtuar folet brenda meje, që kishin ndërtuar shtëpi brenda meje,
duhet i bashkëndaja. Dhe gjeta një mënyrë për të thënë marrëdhënien time personale me to. Dhe ndaj e bëra që i kam dërguar letra dhe më kthejnë përgjigje. Mendoj që është një gjë që, më thënë, më ka mbushur dhe e ka gjetur lexuesin e vet. Për shkak se mendoj që lehtësia ndërton marrëdhënie me çdo që i lexoj pavarësisht se nuk e thot. Po jo, ke gjetur edhe një formë shumë të mirë komunikimi për të tërhequr edhe tagentet asaj që quajmë të aktualitetit publik, letrar. Po sepse unë mendoj që lehtësia ndërton pyetje të përhershme dhe unë jam munduar të shkoj te pyetjet e përhershme. Dhe mendoj që kam bërë pyetje që nuk i përkasin vetëm Gimbaçit, pra nuk kanë bën vetëm me mua. Po që mund të lindin tek të gjithë. Kam mundësi, kam mundur t'i artikuloj, a ka njëri që nuk ka menduar disa gjëra kështu të trishta kur ka lexuar Emma Bavarin? Po. Ana Karaninën? E di që Emma Bavarin ka qenë romani i parë që kam lexuar. A ke pasur pyetje? Atë kam bërë të mendosh? Dhe kam qenë diku në klasë të 7, domethënë një moshë shumë e vogël për atë roman të madh. Shumë e vogël për atë roman, por duhet rilexuar, pastaj më vonë që ta shikosh në një këmbështrim tjetër. Po, disa herë kam lexuar më pas dhe ka qenë krejtësisht po. Se në atë moshë pyetjet e asaj nuk i kupton dot. Ma është lehta, shiko. Po, ishte si një gjë tragjike që të bie kështu papritur, se është një moshë që nuk mund ta kalkulosh dot edhe mendimin. Cili nga ne njerëzit të gjallë nuk e ka menduar një sekond hakmarrjen? Pra ne është Don Kishoti. Po. Shumë e vërtet. Uria hipi. Ai më trem gjithmonë me atë me atë fytyrën e vet kështu. Po. Si mos i shkruaja. Po si mos i shkruaja Tom Sawyerit që vazhdon të jetë mes meje dhe djem vetëm mes meje dhe gjërave që un kam qejf, domethënë mënyra se si e shikon botën. Në qoftë se do kishe mundësinë të ftoje në një tryezë, kë do ftoje 2 nga personat që u ke dërguar letra dhe të kanë kthyer përgjigje. Padyshim Don Kishotin dhe Zhveku. Përse? Don Kishoti nuk e dim për Zhveku. Zhveku është një njeri që domethënë maja e humorit. Është një, domethënë, nëse do të qeshësh, nëse do të zhvlerësosh i tuf gjëra brenda, domethënë rreth rrotull teje që mund të kenë mërzitur. Të injorosh të përditshme. Nëse do ta marrësh botën, domethënë më me humor. Leco Zhveku. Dhe janë dy personazhet, kam trajtuar janë dy personazhet që kanë keq kuptim më të madh në botë. Lexohen më shumë, po kanë keq kuptim më të madh në botë. Po. E di pse? Sepse janë personazhe që në një lloj mënyre i shkojnë te dora lexuesit dhe lexuesi mendon se i kontrollon. Dhe po ta shikosh keq kuptim më të madh në botë janë me Don Kishotin e Zhvekun. Nuk janë me personazhe e Shakespeare-it. Asi nuk e Do të bëjë ndonjë pyetje konkret? Do të bëjë ndonjë pyetje konkret? Me të dy ata? Jo, po për shembull pyetje, do të thënë, do bëja pyetje pafund. Edhe unë fati kam bërë pyetje pafund. Për shembull, pyetja që bëj tek Zhveku është a ke menduar ndonjëherë të jesh serioz? Edhe përgjigjja thonë që njerëzit ma kanë hequr këtë kuriozitet sepse në momentin që janë prezantuar ashtu, domethënë ata kanë treguar fytyrën e vet dhe unë nuk kam pas më nevojë për pyetje. Ndërkohë, Don Kishoti domethënë ja them dhe vetes, u them të tjerëve që Don Kishoti dhe Sancho Pancho për mua janë një person. Janë pjesa jonë praktike dhe pjesa jonë ideale. Dhe shpesh herë ne na takon gjithë që tulemi te gomari Sancho, po mostrim aty, sepse një njeri që nuk ka ndorime, një njeri që nuk ka imagjinat. Për çfarë i vlen ajo që arrin, se nuk e kupton dot ku ka arritur. Nëse s'ka imagjinuar. Ti mund të shkosh kudo, mund të kesh gjëra rreth rrotull, po nuk i shef nëse s'ke menduar për ta. Dhe shpesh herë besoj se unë e ti kemi hasur njerëz që gjërat më të vështira që kanë për të lexuar janë gjërat që kanë rreth rrotull. E kanë shumë vështirë të lexojnë. Shumë vërtet. Agim, zbresim pak tek familja. Përveç gjithë këtyre që ne tham që është një karrierë e pasur e juaja në disa dimensione, juve jeni dhe baba i Amarit dhe Marinit. Tani njërin e ke akoma në moshën e zjarrit. 17 vjeçarin, por besoj Amari që është më i rrituri, e ka kaluar këtë fazë. Shiko, si kam bërë vetëm të dy i kam bërë melonën, të dytë nuk kam pas aftësinë të bëj vetëm. Dhe kam patur faqen e madh që ti më shoqë unë njohur kam qenë 22 vjeç, ajo 19, dhe duke sigurisht jemi rritur bashkë dhe është fat i madh që e kam si bashkëbiseduese dhe fatmirësisht lexojmë në njëjtën kohë dhe e kemi pjesë debatet dhe lehtësinë që është një ndihmë shumë e madhe që nuk e lë kurrë atë pjesën e bisedës bosh, domethënë mes dhe jemi munduar të dy të japim ndjemve një gjë që unë them që duhet të jetë shqetësimi i gjithë prindërve. A janë njerëj apo bëhen njerëj? Domethënë a do janë njerëz të mirë? Shiko, ka shumë njerëz sot që
Unë e them publikisht, kam shkruar shpesh për jam, unë kam gati një libër me letra sepse për shembull Amarit çdo ditë parë shkollës që kur filloi klasën e parë unë kam shbërë një letër publike që besoj se nuk i përket vetëm atij dhe janë gjërat që unë ja kam thënë publikisht, po ideja është që prindit më shqetësojnë ndonjëherë sepse mendojnë që bota është e egër dhe duhet i mësosh me të keqen. Jo. Ne kemi detyrë të mësojmë me të mirën, të keqen le ta mësojnë një jetë. Po nëse ne mësojmë me të keqen, ata s'do ta mësojnë kurrë të mirën. Nëse ne ua mësojmë të mirën, do të mësojnë të përballën me të keqen. Do të humbin, por do të dinë se çfarë është e mira. Është shumë e rëndësishme të jam këtë gjë. Është shumë e rëndësishme ti kërkojmë të kuptojmë tjetrin. Shiko, nëse s'kuptojmë tjetrin, s'kemi kuptuar as veten. Në thelb tjetri jemi ne. Ne marrim kuptim për në thelb në raport se si ndërtojmë marrëdhënie me të tjerët. Dhe është shumë e rëndësishme për shembull mbaj mend kur ka qenë në klasën parë tim bir, kur i bëra letrën i thoja që do kesh në klasë më të gjatë, më të shkurtër, veshur më mirë, veshur më keq, me ngjyrë tjetër. Po duhet të kuptosh që çdo gjë që është ndryshe nga ne na pasuron, nuk na bërfron. Edhe ne kemi detyrë të flasim fëmijëve, të flasim me dashuri, për shembull të flasim me dashuri për prindërit tanë, të flasim me dashuri për gjyshin, të flasim me dashuri për të afrin, për vllain, për motrat tona. Sepse nëse ne nuk i flasim me dashuri, ku do ta marrin ata? Po. Ne duhet i ushqejmë me dashuri. Shpirti i tyre ka nevojë për dashuri. Ne jemi të parë që flasim me dashuri. Nuk ka nevojë të kërkojmë llogari vetëm mësueses. Domethënë e them, domethënë po ta flasim shqip, është mësuesit bëjmë byrek me millin që i çojmë ne. Nuk mund të kërkojmë llogari atyre nëse, domethënë ne i çojmë buk mill misri dhe kërkojmë buk gruri. Ka kuptim kjo? Nuk funksionon, nuk mund të bësh dot buk gruri me mill misri. Pra nëse ne nuk përpiqemi të edukojmë dhe t'i themi gjërat e rëndësishme në shtëpi, pse mendojmë që do ta mësoj direkt te rrugat e shkollës? Po. Është shumë e rëndësishme kjo gjë, domethënë dhe unë mendoj që prindërit nuk i kërkojnë llogari se janë në mbijetesën e përditshme, por prapë justifikim duhet të jenë gjithmonë kohën ti kushtojnë kohë fëmijëve të tyre, domethënë të kthejnë kokën dhe t'i thonë gjërat e rëndësishme. Unë nuk po bëj pyetje tjetër sepse dua ta mbyll me këtë mesazh të mrekullueshëm që dhat, që ne fëmijët duhet t'i edukojmë me dashuri së pari. Vetëm dashuria mund botën. Shumë faleminderit Agim Baçi. Kënaqësi. Ishte një bisedë shumë e këndshme. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, ishim me Agim Baçin, bashkë mirëpafshim.